pa tjetër të respektohen vendimet e partisë, nuk mundem me ndryshë. Ky rast, sidomos ky rast, është i pastër si loti. Vendimi i kuvendit degës Strugës është më i madh se 2 njerëz apo 3 njerëz në degën e Strugës. Vendimi është marrë kuvend, po ashtu është marrë kuvend qendror. Kur hym në betejë, duhet t'i harrojmë të gjitha tjerat. Ne jemi në betejë për një çështje shumë më të madhe se sa për 2 individ, 5 apo për mua apo për dikën tjetër. Bashkërisht do t'ja dalin, jam plotësisht i sigurt. Prisni që të reflektoj dega e Strugës, ka kohë akoma Nuk bisedohet për degën e Strugës. Është çështje individuale. Kemi një keq kuptim. Sigurisht qytetarët nuk kanë pse ta njohin statutin e partisë. Statuti i partisë thotë kështu: kuvendi i degës është mbi kryesinë e degës. Kuvendi i degës ka marrë vendim që kjo listë të nominohet. Dhe këtu s'ka kurfar dilemë. Nëse dega e Strugës thotë se do t'i bojkotoj zgjedhjet, supozoa. Përfaqësuesit e degës realisht. Përfaqësuesit e degës, çfarë do ndodhi me ata? Unë prap them janë çështje individuale. Kur i kërset vetes tënde në këmbë, them këmbën tënde. Janë çështje individuale. Duhet që opinionit të sqarohet se këto janë vendime të pastra si loti të organeve të partisë. Nëse këto anëtarë nuk do t'i... Dhe pakënaqësi ka gjithkund. Nëse po dëshoje ka 100.000 apo 150.000 mbështetës, kur prej atyre pozitivisht seleksionohen 15, 20, 40, normale ashtesisht, deri në ditën kur futemi në betejë politike, jemi futur. Këta individ nuk do t'i kenë si përdorin çastet e partisë. Çfarë vendimi do mirë? A ekziston mundësia të shkarkohen?